Osteoporoza është një sëmundje e cila sigurisht që ka trajtim dhe pa diskutim, si çdo patologji tjetër, si çdo sëmundje tjetër, sa më shpejt të diagnostikohet një pacient me osteoporozë, aq më e thjeshtë është mënyra e trajtimit të tij, përjedhoj aq më të pakta janë sasia e medikamenteve që duhet të marrë dhe në të njëjtën kohë edhe kostot ekonomike të trajtimit të kësaj patologjie janë më të reduktuara. Mjekimet për osteoporozën janë nga më të ndryshmet dhe sigurisht ne mundohemi, çdo pacient ka individualitetin e tij. Mundohemi që të përzgjedhim produkte të cilat trajtojnë osteoporozën në mënyra të ndryshme në pacientë të ndryshëm, kur ajo është primare dhe kur ajo është sekondare, ka mjekime të ndryshme. Kur osteoporoza ndodh tek një grua para menopauzës, sigurisht që mjekimi për të është i ndryshëm nga gratë postmenopauzës. Ashtu si teknologjia e farmaceutikës ka evoluar dhe ka avancuar shumë për të gjitha sëmundjet, edhe për osteoporozën, sot kemi medikamente të cilat janë absolutisht shumë të mira, shumë cilësore, mjekojnë shumë mirë osteoporozën, pa diskutim që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre sepse medikamentet kanë edhe efekte anësore. Në qoftë se një grua kapet që në stadiet e para të osteoporozës dhe merr mjekimin e duhur, absolutisht që arrim të kalojmë nga vlera osteoporotike drejt vlerave normale. Por ka raste kur për shkak të sëmundjeve shoqëruese, gjithsesi edhe për shkak të individualitetit të pacientit, jemi të detyruar që mjekimin e osteoporozës ta vazhdojmë për shumë vite dhe me raste edhe gjatë gjithë jetës së pacientit. Të gjitha protokollet mjekësore të trajtimit të osteoporozës na orientojnë drejt mënyrave më të mira të mbushjes së masës kockore me kalcium, të mbajtjes së vitaminës D në normë dhe sigurisht të përzgjedhjes së bisfosfonatit, që është një produkti kryesor që rregullon këtë balancë kockore, në varësi të individit, në varësi të moshës dhe të sëmundjeve shoqëruese që ky pacient ka. Dhe ajo çfarë është më problematike tek osteoporoza është fakti që në vetvete është një sëmundje pa dhimbje. Bëhet e dhimbshme kur bëhen mikrofraktura, thyrje të vockla, shumë të vockla kockore, të cilat në një moment të dytë mund të çojnë në fraktura të rëndësishme. Dhe është një ndër arsyet kryesore të ndodhjes së frakturave kryesisht në moshat pas menopauzës dhe andropauzës ose ndryshe në moshat e treta. Ndaj, pavarësisht kohës zgjatjes së osteoporozës, trajtimit të osteoporozës është domosdoshmëri trajtimi i saj, përzgjedhja e medikamentit të duhur, jo vetëm për të mjekuar osteoporozën në vetvete, por edhe për të parandaluar frakturat që vijnë si rezultat i saj. Faktori mosh është favorizues për një grup sëmundjesh. Shumë shpesh e dëgjojmë termin që kam spondiloartroz ose kam gonartroz ose artroz të gjunjëve. Disa prej sëmundjeve reumatizmale favorizohen nga efekti mosh. Sigurisht osteoartrozat favorizohen shumë nga efekti mosh, ndërsa ka sëmundje të cilat janë grupi i sëmundjeve autoimune, në të cilat vlerat hormonale ose aktiviteti hormonal është shumë më i shprehur në periudhën riprodhuese, dhe në fillimin e menopauzës dhe me kalimin e viteve, duke rënë vlerat hormonale, bie edhe agresiviteti i sëmundjes. Por sigurisht, përgjithsisht sëmundjet reumatizmale favorizohen, ato jo autoimune dhe inflamatore, favorizohen me kalimin e viteve. E para për shkak të moshës, e dyta edhe për faktin që me kalimin e viteve tek gjithë secili prej nesh ekziston mundësia për të bashkështuar një sëmundje si diabeti, tensioni, sëmundjet e veshkave, sëmundjet e traktit tretës, të cilat indirekt shërbejnë si një shkak për të favorizuar një problem reumatike.